Në teatrin Migjeni në Shkodër u realizua monodrama Andra e Nën Terezës, njerëzorja hynore, me interpretimin e aktores Justina Aliajt, e cila solli para publikut një rrëfim të thellë shpirtëror mbi jetën, sakrificën dhe dashurinë universale të Nën Terezës, simboli i njerëzimit dhe mëshirës. Ishte jashtëmos e vështirë, nuk është kollaj me bërë një emblem të tillë, një figurë emblematike, por u mundova me kap thelbin atë esencën e personazhit, që është sa hynor, aq njerëzor, aq toksor. Ajo e kishte të vërtet thirrjen e brendshme. Ishte një devocion, ishte një mision i saj që si duket e linun kështu, se nuk ka mundësi me ato kam ton shtrem, ai pati u kam, vedin e kalon krejt në fund. Ç'a thotë ajo? Po ka dhe ma keqse unë. Është mision shumë i vështirë, unë do të thosha unik, e unë do të thosha që se dia mund tjetë një e dytë si Nën Tereza. Aktoria ka ndarë edhe një moment të veçantë në jetën e saj, takimin me Nën Terezën që e mban si një kujtim të çmuar dhe të paharrueshëm. Po, kam pas fatin me taku, edhe unë të i bë fotografi aty në edhe, ato e kanë atë kujtim, mos më kam jetë. Edhe kam pas një rast shumë simpatik, që Nën Tereza në mu ke farmacia ofër sahatit djalin tem. Në tënë ata fëmijë, tu jes bashkë, ka bë me dorë hajde. E djali ishte flok kaçurel të polak, edhe i ka thonë djali e mu, po i thot hajde, është afru ka kënë makina në Terezë, e i ka falë një madaj. Andra e Nën Terezës, njerëzorja hynore, u përjetua si një natë arti që prek zemrën dhe frymëzon shpirtin, duke lënë një gjurmë të fortë emocionale tek publiku shkodran.